Mirdita, jeni me emisionin në Fokus, unë jam Endu Hysa. Gjysë ndëruar nga e hëna, Kosova është bërë pjesë e shteteve pritëse të ushtrimit ushtarak Defender Europe 2025, që konsiderohet si stërvitja më e madhe shumë kompshe që është zhvilluar ndonjëherë në territorin e vendit tonë. Në këtë operacion të udhëhequr nga komanda e ushtrisë amerikane për Evropë dhe Afrikë, po marrin pjesë rreth 25.000 trupa nga 29 vende aleate dhe partnere të NATO-s. Pjesë e këtij ushtrimi patjetër do të jetë edhe forca e sigurisë së Kosovës. Kjo është tema e kombinuar edhe me mundësinë e rritjes së luftës hibride me të filluar sezonit turistik. Pra kjo është pjesa e parë, ndërkësh në pjesën e dytë do të prekim pak edhe luftën që po zhvillohet në Ukrainë e që kohëve të fundit ka një intensitet të shtuar, ndërkësh që sot Rusia ka bërë të ditur 5 kërkesat e saj si parakusht për një armëpushim që sipas Kremlimit zyrtar do t'i hapin rrugë bisedimeve për paqe. Pra, këto dy tema do t'i trajtojmë në minutat vijues me të ftuarin ton, ekspertin e sigurisë Zotin Drizan Shala. Zoti Shala, mirë se erdhe në studion e Radio Kosovës. Përshëndetje Mendu për ju, për dëgjuesit e Radio Kosovës. Fillimisht do nisim me Defender Europe 2025, ku natyrisht edhe Kosova, forca e sigurisë e Kosovës, do të jetë pjesë e kësaj stërvitje. Në fakt, çfarë flet kjo për Kosovën? Pjesëmarrja e jonë në këtë ushtrim, në këtë stërvitje që konsiderohet të jetë ndër më të mëdha të mbajtura ndonjëherë në këto hapësira. Pra, ashtu siç e ke potencuar edhe ti, pra Defender 2025, kësaj radhe është ndarë në 3 faza. Faza e parë ka të bëjë me përgjegjje të shpejtë, ku është kryesisht i fokusuar në pjesën e Skandinavisë dhe pjesën e Baltikut, që zgjatet deri në 31 maj. Pjesa e dytë fazës kruciale apo pjesa substanciale. 18 shtete do të jenë koçirët kësaj stërvitje, sa për dëgjuesit. Pjesa e dytë është përgjegjësi e menjëhershme, pra të bën pjesa apo immediate response, ku është fokusuar dhe dislokuar kryesisht në Ballkanin Perëndimor. Vendet siç është Kosova, Shqipëria, Bosnia, Malizi, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kroacia, ku bën pjesë tani edhe pjesa e kombinimit Kroaci-Slovaki. Dhe faza e tretë është faza quajtur Cyber Guardian, apo ruajtja e vitalizimit, ku atë është një pjesë e cila përmbyllet me 24 qershor, ku është Hungaria dhe pjesa e Romanisë, apo pjesa logjistike dhe neurologjike e sistemit të mbështetjes ushtarake për NATO. Defender 2025 dallon prej defenderave të tjerë, për arsye mendohet që të ndryshimet që tani kanë ndodhur nga pjesa e luftës Ukrainë-Rusi është fokusuar më shumë në aspektin e nevojës së NATO-s për të patur një forcë të gatishmëri në forcat e saj ushtarake, njohja me terrenin, bashkërendimi dhe bashkëveprimi i komandave. Nga Defender 2025 do dolin edhe shumë struktura të reja të cilat do të jenë akute dhe të domosdoshme për ndryshimet në terren. Tash po të përgjigjur në pyetjen tënde të drejtë, a është mirë si Kosova marr pjesë kësaj radhe prap si vend një koçer? Unë mendoj që do duhet shiquar nga 2 prizma. Prizmi i parë është validimi i komponentës ushtarake të FSK-s me standardet e NATO-s, pikërisht arrihet në ushtrimet e tilla me karakter kontinental. Ndërsa në aspektin e dytë është çështja që NATO-ja përgjegjësi të saj e kanë përcaktuar Ballkanin Perëndimor si një vatër e krizës, prandaj edhe emërtimi është immediate response, përgjigje e menjëhershme. Pra është një mesazh politik në drejtim të Moskës dhe aleatëve dhe proksive të saj. Dhe që përmes këtij ushtrimit arrihet që
të përçohet mesazhi i duhur, por që validimi do duhet të jetë pjesa pozitive nga A janë këto, zëdishala, janë këto arsyet që për herë të tretë për zgjedhjet Ballkani për të organizuar e për të mbajtur kjo stërvitje e madhe ushtarake e NATO-s? Ne do duhet të analizojmë në kontekstin përpas asaj çka ndjeve na ofrohet, pra është pjesa pozitive që mbahen ushtrimet e tilla, njihen ushtrit njëra me tjetrën. Po është më rëndësi që përcaktimi i lokalitetit për të mbajtur ushtrimin, për teritorit, këtë rast Ballkanin Perëndimor, për herën e tretë, është mesazh i qartë i cili nga ai nivelit politik që ishte dhënë në vazhdimsi, si Ballkani Perëndimor është vatër potenciale konflikteve të armatosura, nga proxyt ruse përmes formave ndryshme, qoftë kontraktorë privat ushtarak, qoftë mercenarëve, qoftë paraushtarake. Pra tani më deklarimi politik, tensionet politike e kanë krijuar një klim brenda Aleancës Veriatlantike, e cila tani më në aspektin ushtarak e tregon gatishmërinë, qëndrueshmërinë, forcën, ku më pastaj do të ripërkthehet në aspektin politik, që një mesazh e cili ndër të tjerë është një betonizim të Aleancës Veriatlantike në formatin mendo që deri më tani nuk e kemi parë, sepse s'kemi pas rastin për dëgjuesit e Radio Kosovës të elaborojmë edhe ndryshimin doktrinar që duke ndodhur brenda NATO-s. NATO-ja nga lufta Ukrainë-Rusi ka marrur një ndryshim të paparë deri më tani duke adaptuar nevojën në terren që duke ndodhur. Përgjegjësia kryesore apo kruciale e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, sigurisë kolektive, tani me atë që ne e kemi parë dhe shiquar dhe ndëgjuar, marrëveshja tripalqe, Zagreb, Tiranë dhe Prishtinë, është ajo doktrina e re që tani më NATO do të jetë vetëm si promotorë e zhvillimeve politike, por asesi promotorë e zhvillimeve ushtarake, sepse përmes këtyre ushtrimeve, Defender 2025, Defender 2027, 2029, 2031, forcat në Ballkanin Perëndimor do të adaptojnë një doktrinë të tyre, kolektive për nevojat e terrenit, sepse një strategji doktrinare që mund të përdoret në Ballkanin Perëndimor nuk është efektive në Skandinavi, apo në vendet e Baltikut, apo në pjesën e cila kufizohet Rumani, Bullgari, me Moldavinë, me pjesë të tjera, apo në pjesën afrikane, aziatike. Prandaj marrëveshja trilaterale Zagreb, Tiranë dhe Prishtinë dhe inkorporimi i Sofjes zyrtare sipas gjithë ato pas këtij ushtrimit e krijon atë murin mbrojtës të një platforme politike ushtarake për të garantuar vazhdimsinë e doktrinës së mëhershme ushtarake politike të NATO-s, për ta mbajtur hapësirën të kontrolluar, por njëkohësisht për ta përshpejtuar në integrimet në kuadrët e Aleancës Kosovën. Pikërisht kjo po më intereson, bas edhe është interes edhe i dëgjuesve të dinë se ana ky proces, pra këta stërvitje, ky integrim, kjo marrëveshje tripalqe, ana afron më afër integrimeve në strukturat euroatlantike. Mendo, ne dimi çështjet e pengesave politike që vendet anëtare të NATO-s, që në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, nuk e akceptojnë për arsye politike të tyre të brendshme realitetin e Kosovës, nuk e pranojnë as vendimin e GND-s, që ka dhënë legitimitetin dhe legalitetin e shpalljes së pavarësisë. Kjo tani më e ka fut NATO në një situatë në rrugë pa kthim, sepse nuk mund të bëj antarësime të reja pa patur një dakordsi në tansi. Prandaj si rezultati i asaj ishte krijuar edhe plani gjithëpërfshirës 10 vjeçar i transformimit, ku në qoftë se analizojmë në aspektin teknik, është një plan që dhe në vetvete është gërshetim i atij plani partneritet për paqe, ku Kosova nuk ka nevojë për një plan për partneritet për paqe, për arsye që nuk është thonë për studio, as televiziv apo të radiove. Programi partneritet për paqe janë pra ato shtetet e cilat do duhet ta transformojnë vetveten nga një doktrinë mëhershme sovjetike, komuniste, socialiste në doktrinën aktuale bashkëkohore të NATO-s,
Ne kemi patur fatin që Ne e kemi atë. pikërisht ne kemi patur fatin nga demilitarizimin e UÇK-s, transformimin e TMK, pastaj faza e parë transformimit në FSK, tani më në fazën e dytë transformimi i madhëtjeshëm i modernizuar doktrinar në FSK, tani më në fazën përfundimtare. Pra jemi duke kaluar 4 faza, është faza përfundimtare në Forcat Armatose të Kosovës. Do kishte më qenë mirë Forcat Armatose të Republikës Kosovës tjenë, po me qenë se është dakordsi politike në fakt. Tani më përmes këtij planit, FSK-ja dhe komponenta e saj, ushtria e Kosovës, do të jetë shumë më afër marrëdhënieve kontraktuale, bashkërendimit dhe bashkëveprimit me NATO-n. Dhe kjo është hap si mundësi një oazë e jashtëzakonshme pozitive dhe progresive, marrëveshja tripalçe ku është inkorporuar FSK-ja Kosova me 2 shtete aleate të Kosovës historikisht, por njëkohësisht edhe anëtarët e NATO-s. Kjo është një mesazh tregues se programi progresiv në kuadrët e NATO-s tani me Kosovën do të jetë një model unikat ku barierat politike si mund të dhe ekzistojnë, të anashkalohen dhe vetëm të trajtohet elementi ushtarak, dhe kjo është de facto e favorshme për Kosovën, për FSK-n, për ushtrinë e Kosovës, sepse me këtë anashkalim apo përjashtim të politikës nga procesi ushtarak, FSK-ja, komponentet ushtarake, regjimentet, repartet, validohen, arrihet niveli i duhur profesional sipas standardeve të NATO-s, dhe më pastaj kemi një forcë kompatibile me forcat e aleate të vendit të rreth Ballkanit për në mbledhje me tutje. Ju shihni se Kosova ka bërë progres në kuadër të planit gjithëpërfshirës 10 vjeçar, e ka të përcaktuar direktivën e saj, orientimin e saj dhe dokumentet strategjike, me të cilat kooperon me vetveten në rend të parë me forcën brenda forcës së vet, por njëkohësisht tenton që të krijojë uvra të reja bashkëpunimi diplomatik në aspektin ushtarak. Ne dimi që kultura politike në Ballkanin Perëndimor, respektivisht në Kosovë, nuk ka qenë edhe e favorshme për ta përshpejtuar një proces integrues më të shpejt. Ishim të penalizuar në 2023 në ditën kur është desht bëhet validimi i regjimenteve ushtarake të FSK-s, ne u përjashtuam si pasojë një vendimit politik, i cili nuk ishte në prizmin e bashkërendimit, bashkëpunimit stabil në ofrimin e sigurisë për vendet anëtare të Ballkanit Perëndimor, por njëkohësisht për anëtarët të cilët janë kuadër të komponentës ndërkombëtare KFOR. Dhe si rezultat 2025 është një progres, sepse po fillohet të krijohet një derë e re me aleat të vjetër. Dhe kjo derë e re me aleat të vjetër padyshim që ka mesazhin, e ka porosisin, po njëkohësisht e ka dhe marsin, sepse ne kemi një konflikt të hapur mendo. Unë vetëm e kam një problem që në përmediume edhe politikanët që janë të thirrur, nuk e thëjnë dhe nuk janë një zëri, që ne kemi një konflikt të ngrirë gjysmë të hapun me shtetin e Serbisë, që edhe në format ndryshme, në mënyrat ndryshme, tenton në mënyrë perfide ta instaloj një devalvim institucional në Republikën e Kosovës, një fragilitet të brendshëm shoqëror, ekonomik, politik dhe sigurisë, këtë bën përmes luftës hibride. Luftën e hibride do ta prekim pas pak, pas edhe një 2-3 pyetjeve rreth kësaj çështje, sepse zakonisht para se të hynim në studio të dy biseduam dhe u dakorduam që kur nis sezoni i turizmit ku ka lëvizje të qytetarëve andej këndej, mundësia, probabiliteti për të rritur edhe aktiviteti kësaj lufte hibride shtohet, apo jo, zotë Shala? Tash pyetja e radhës është e imja kjo. Përmendëm stërvitjen dhe unë desha të di, se mbase është edhe interesi dëgjuesve, ku jemi ne si forcë e sigurisë në kuptimin e zhvillimit profesional? E dim numrin e ushtarëve tanë, që është numër i vogël, natyrisht, por neve na intereson edhe dëgjuesve
niveli profesional, ngritja e tyre profesionale, a është aty me shtetet tjera antare të NATO-s? Që mund të konstatojmë, është fakti që tani me validimin e komponentës, pra është me certifikimin, që validim do të thotë certifikim të regjimenteve ushtarake të ushtrisë e Kosovës, FSK-s, me automatizëm akseptohet, pranohet që në nivelin e NATO-s, ne mund të themi që përparësia e Kosovës në këtë 25 vjet që në pas luftës që jemi, për llogarit nga 2000 e tutje, çështjet janë kruciale në asaj që kemi patur kohë të mjaftuar në çrek shekull, bashkëpunojmë, krijojmë, themelojmë, avancojmë dhe i forcojmë strukturat tona ushtarake të sigurisë në periudhat ndryshme kohore me intensitet më të shtuar, me intensitet më jo të shtuar, por në mënyrë sistematike kemi arritur një gjë e tillë. FSK-ja, komponenta e saj ushtarake, mund të themi që në aspektin profesional, me përgjithësi e themi që është kompatibile me ushtrit, që Shqipnia, Kroacia, domthon e ka këtë nivel profesional, por që faktikisht Kosova nuk e ka atë prodhim ekonomik të lartë që mund të konkurrojë apo garojë në aspektin e industrisë ushtarake të mbrojtjes, sepse ne tani vetë kemi filluar si koncept ide, krijojmë një industri të mbrojtjes ushtarake, sepse industria ushtarake e mbrojtjes ty ta përcakton edhe fuqinë. Propos në qoftë se ne këtë gjë nuk mund ta bëjmë ndryshe, përmes industrisë ushtarake të mbrojtjes ne mund ta rrisim fuqinë e operacionalitetit dhe qëndrueshmërisë tonë të forcave tona në terren. Prandaj në këtë rrugtim është mirë që kemi përcaktuar drejtimin dhe orientimin, nuk jemi shumë larg te industria ushtarake e mbrojtjes për të kërkuar dhe për të pa interesat tona. Ne e dimë që nuk mund të garojmë me Gjermaninë, nuk mund të garojmë me vendet Hungaria, nuk mund të garojmë me vendet si Bullgaria, Rumania, apo vendet tjetër si kanë Greqia, në aspektin e industrisë ushtarake të mbrojtjes Kroacia apo Shqipëria, sepse ne tani vetë jemi duke filluar të marrë hapat e parë, ndërsa këto shtete kanë kulturë të tyre në aspektin ushtarak, të industrisë së saj, por derisa teknologjia po avancon, nevoja imediate dhe nevoja emergjente e ka shtyr dhe ka pru Kosovën në një situatë të favorshme që edhe Kosova, pavarësisht ndoshta të restriksioneve që mund të vinë nga aspekti përdorimit të rrugës 244, sepse ajo padyshim që do të jetë pjesë përbërëse të tavolinave në kuadër të Aleancës Veriatlantike, mendoj që do të kalohet ajo çështje që potencohet do të gjendet një modalitet politik jo i cënueshëm ndaj interesave të NATO-s në aspektin ushtarak. Me industrinë ushtarake të mbrojtjes ne do të kemi mundësinë që të bashkërëndojmë veprimet dhe të jemi një nga furnitorët kryesor për vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe kjo në aspektin ushtarak strategjik e forcon aftësinë dhe afërsinë e Kosovës me interesat e NATO-s. Po derisa të arrijmë aty, ne duhet blejmë armatim. Kemi blerë armatim, paktën ka dhe deklarata zyrtare se Kosova ka blerë. Keni ju njohuria do të përdoret ky armatim në fakt si testues në këto stërvitje? A do të testohet armatimi i blerë? Ne nuk e kemi planin se si do të zhvillohet Defender 2025 në pjesën e immediate response, pra në Ballkanin Perëndimor, të cilat nga regjimentet do të jenë aktive në kuadër këtij ushtrimi fushor, të thotë njësi do të jenë në pjesën taktike operacionale, por çka është kruciale është fakti që përdoret zjarri real, pra janë municion real që përdoret në këtë ushtrim të 2025. Municion lufte, pra. Është municion lufte, dhe mund të themi që sipas parashikimeve në aspektin vizual, mund të themi që Forca e Sigurisë Kosovës do i përdor armatimin e përcaktuar në kuadër të ushtrimit,
mund të jetë armat e miri, mund të jem edhe modelet e reja të blera këtyre viteve të fundit, sipas planit gjithë përfshirë, sipas interesave që të cilat kanë evaluar nga pjesa e ndryshimeve që duke ndodhur në aspektin gjeopolitik ndërkombëtar. Por çka është mirë të theksohet është fakti që lufta Ukrainë-Rusi na ka vë para një situate, ku them na ka vë jo Kosovën, po Aleancën Veriatlantike, që çështja e dronave tani më është duke marrur hapësirën e saj në kuadrët e elementeve ushtarake, pra dronet të cilët tani më deri më tani ishin vetëm për aspektin e vëzhgues në disa segmente të forcat ndërkombëtare që Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe sulmues. Por dronet jo vetëm ato ushtarak, po ato civil, që tani më janë të modifikuara e kemi por në Ukrainë dhe Rusi, po janë determinante shumë proceseve. Dhe padyshim përdorimi i ushtrisë konvencionale, kuptimin e asaj që e kemi të mësuar, kemi parë gjatë viteve të 90-ta dhe më herët, përdorimi i elementeve të reja të dronëve, teknologjive të reja, pra e krijon këtë mundësi të fuzionohen njëra me tjetrën në terren, për të analizuar më pastaj se cilat janë mangësitë, se cilat janë dobësitë dhe ndaj të cilave do duhet të veproj komponentët ndërkombëtare NATO, sepse mendo por një periudhë 5 vjeçare, Shtetet Bashkuara të Amerikës tani më kanë bërë të qartë që do të formojnë apo kupollën e hekur të saj. Kjo është treguese asaj që bota po ndryshon, gjeopolitika po ndryshon. Njëkohësisht aspekti asaj që Kosova, Ballkani në të nësi do duhet të jenë të përgatitur për ndryshimet epokale që mund të ndodhen në kontekstin ushtarak, sepse inteligjencat bashkëkohore, Gjermania, Britania në mënyrë permanente në periudha të shkurtra kohore kanë plasuar informacione reale faktike që Evropa do duhet përgatitur për një ndryshim në 2030. Dhe investimi për 800 miliard euro në drejtim të komponentës ushtarake evropiane. Padyshim që e vënë në lëvizje industrinë ushtarake të mbrojtjes, po edhe përdorimin e teknologjisë. Pra ajo është shumë komplekse, shumë dimensionale, por çka është kruciale asaj që Forca Sigurisë Kosovës është në rrugtimin e saj të drejtë, në rrugtimin e saj të përcaktuar sipas direktivave të Ministrisë Mbrojtjes dhe interesave gjeostrategjike. Fizikoja do të jetë kompatibile me forcat e rajonit Ballkanit për ndërmjet që janë anëtarë të NATO-s. Fizikoja vetëm do duhet që të vazhdoj të insistoj në progrese sipër, mos ndalet për të arritur qëllimet dhe synimet. Zoti Gjala, Ministri i Mbrojtjes deklaroi para pak ditësh se Serbia ka të koncentruar dikun 70% të forcës së saj në kufirin me Kosovën. A do të thotë kjo që kjo shumësi e forcave serbe përreth kufirit përcillet edhe me pjesën tjetër që është lufta hibride? A është kjo koha ku mund të rritet aktiviteti hibrid në këto hapësira, me që, si tash fillojnë në pushimet verore, ka lëvizje të njerëzve në gjithë hapësirën e Evropës? Padyshim pjesën të cilën e theksova është çështja e turizmit, spionazhit turistik, është një nga elementet e luftës hibride. Ne e shohim, kemi parë rasten mendoj edhe të pjesa që ka ndodhur incidente në pjesën veriore, ku patëm një skenim për fit të sponsorizuar nga Beogradi me zyrtarin policor dhe manifestimin e maturantëve nga komuniteti serb, pra është pa qartazi një luftë hibride për të diskredituar Kosovën në të nësi. Ai manifestimi ishte bërë edhe në ofertë të urës e hibrit, pra mesazh për ndërkombëtarët që do duhet mbetet ura e hibrit e mbyllur, ishte bërë në afërsitë të kafeterive ku punonin shqiptarë dhe vizitorët që janë shqiptarë, dhe kjo të shmon që gjëja që shqiptarët janë provokatorë të ngjarjeve të tilla dhe ne nuk mund të bashkëjetojmë, bashkëveprojmë si qytetarë të një vendit. Dhe pikërisht plasimi i bazave ushtarake, modernizimi i bazave ushtarake nga ana pole serbe, përdorimi i teknologjive të reja, madje dhe krijimin e qendrës hibride dhe informative të cilën Serbia tani më e ka vitale, është të jetë hibride si qendër informative hibride,
e cila ndryshon varësisht nga interesi dhe intensiteti dhe nga nevoja imediate në terren se si janë përcaktuar konturat përkatëse, por është fakti që turizmi, spionazhi turistik do të atakoj padyshim vendin si është Kroacia, Malizi dhe Shqipëria, na intereson më shumë të pjesa e Shqipërisë, sepse Shqipëria ishte edhe cak në të kaluarën të 2023 ku patëm hyrje të spionazhit rus në pjesë të hapësirave të infrastrukturës kritike ushtarake dhe padyshim takimi i cili është mbajtur vitin e kaluar në pjesën e Tiranës zyrtare, ku ishte po vizitë Zelenski, marrëveshjet e samitit për paqe evropian ku Shqipëria zotohet si një mbështetëse e aleancës veriatlantike, po mbështetëse së Ukrainës në aspektin e industrisë ushtarake të mbrojtjes, e bën target, edhe ai target më tani është përcaktuar qartazi në veprimet, ku Shqipëria gjatë këtij viti, pra në sezonën e verës, do të shem shumë më shumë turist serb, por do duhet të jenë të vigjilent sepse Serbia në 2022 ja ka ofruar komplet infrastrukturën e prodhimit të dokumentave serb, pjesës e FSB-s ruse, strukturave sigurisë Rusisë dhe tani më mund të jenë qytetarë serb me dokumentacion, por janë nacionalitetit rus, mund të lëvizën pa u diktuar nga mrezhat e strukturave të sigurisë dhe mund të kryejnë veprime të caktuara të spionazhit për të ato të dhëna që mund të nxirren nga ky spionazh turistik, më pastaj të kanalizohen në veprime të sabotazhit në drejtim të infrastrukturës kritike dhe ushtarake. Pra, është shumë komplekse, është një nga elementet kyçe lufta hibride dhe prandaj në këtë aspekt padyshim që edhe Defend 2023 janë 2025 në falni e kanë përcaktuar dhe këto një nga elementet kyçe të një konfliktit të ftoftë në përmasa të spionazhit. Pra, Ballkani perëndimor, mendom, ne do të flasim edhe pas 3 vite, 4 vite, ndoshta me fakte më konkrete, është dhe do të qëndrohet në arenë të luftimeve të spionazhit. Ne kemi parë rastin edhe të fundit në Republikën e Kosovës, spionazhin në kuadër të mekanizmave të ndryshëm ndërkombëtar nga komuniteti serb, shqiptarët që kanë pasur narrativ të caktuar në drejtim të dëmtimit të stabilitetit dhe bazamentit shtetëror të Republikës Kosovës, çështja e plasimit të dezinformatës së përket shtëpisë së Everta jo në Shqipëri, po brenda territorit të Republikës Kosovës, patëm edhe tentativë të qartë nga strukturat e serbe të sigurisë, çështja e asoj si njihet dëshifet sponsorizimit terrorizmit në kuadër të interesave të saj në territorin e Republikës Kosovës. Pra, gjitha këto, në qoftë se i trajtojmë një nga një, ndoshta për audiencën, për shikuesit, dëgjuesit në platformat ndryshme, po në Radio Kosovë nuk mund të apo i kuptojmë vetëm si të izoluara veprime, por ne do duhet ta shoqërojmë nga një prizmë më të gjerë, prizmi i cili në vetvete është një mozaik i mbuluar në formatën e operacioneve hibride, por njëkohësisht edhe të operacioneve psikologjike. Ne mendoj patëm rastin e Banjskës është i bërë nga kontraktor privat ushtarak, ku elementi mercenar rus ishte pjesë përbërëse saj, para ushtarakët serb, shteti Serbisë i mbështetur në mënyrë sistematike atë formacion të caktuar politik, pastaj e patëm atakimin në infrastrukturën kritike të Republikës Kosovës në muajin nëntor të vitit kaluar, ku tani më edhe direktiva ushtarake edhe nga Mojsilovic, shefi i shtabit ushtrisë së Serbisë, pas takimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtar të Shtetit të Serbisë, i cili është marrë ekskluzivisht me çështjet e komunitetit serb në Kosovë, po në Bosnjë dhe Hercegovinë, e dëshmon faktin, po një intensitet në këtë periudhën që tani më jemi duke biseduar, dhe ajo qendra hibride informative, e cila tani më që nga 2019 është krijuar në kuadër të Serbisë, tani më sipas asaj që ka shifet në terren, është perfeksionuar në kuptimin e përdorimit të doktrinës ruse në kuadër të saj, por që besoj që në emision tjetër ne mund të elaborojmë më tutje elementet e saj për qëllimin në Sigurisë Nacionale të Republikës Kosovës. Patjetër se do të bisedojmë edhe në emisionet e radhës këtu në Radio Kosovë për çështje që kanë të bëjnë me sigurinë, me luftën hibride dhe me kërcënimet eventuale që mund të vinë nga fqinji verior i cili ka natyrisht qasje
armiqësore karshi Republikës tonë. Por ta prekim me që jemi në fund edhe pak çështjen e luftës që po zhvillohet në territorin e Ukrainës mes Rusisë dhe Ukrainës. Në fakt Kremlini ka dalë me 5 kërkesa zyrtare që sipas Putinit do të mund të jenë si mund të shfrytëzohet si mundësi për një ndërprerje të aktiviteteve ushtarake dhe për ulje në tavolinë të bisedimeve. Kërkesa e tij është e qartë që Ukraina të jetë neutrale, kërkon garanci nga shtetet evropiane se Ukraina nuk do të dhe nga Amerika natyrisht nuk do të antarësohet në NATO, kërkon heqjen e disa sanksioneve perëndimore, zgjidhjen e aseteve të ngrira ruse në perëndim dhe mbrojtjen e rusishtes në Ukrainë. Këto janë kërkesat në fakt e Rusisë, Kremlinit zyrtar. Dhe në anën tjetër pason edhe një kërcënim se nëse nuk arrihet një marrëveshje me këto kushte të Rusisë, atëherë Rusia deklaron se përmes fitoreve ushtarake, përmes intensifikimit të aktiviteteve ushtarake, thotë që paqja e nesërme do të jetë shumë më e dhimbshme se sa kjo ofertë. Çfarë si mund të interpretohet kjo nga një këndvështrim i një eksperti të sigurisë? Tani më mendo, ne kemi patur tentativën e Katar, tentativën e Ankara të palës negociuese Shtetet Bashkuara të Amerikës në bashkëpuntim me Turqinë, që t'i bindë Rusinë dhe Ukrainën, delegatët e saj të arrin një marrëveshje, një paqe, por që në këtë mes janë duke u kalkuluar vetëm interesat shtetërore të anëtarëve të involvuar në kuadër këtyre bisedimeve. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë të qartë interesin e saj në kuadër të asaj që tani më është arritur sa i përket një pjesë të burimeve të natyrshme ukrainase në këmbë të mbështetjes ushtarake financiare mineraleve të rrallë për Kievin. Në anën tjetër, Rusia duke parë një mundësi optimale të asaj që ka një plasaritje të interesave evropiane me Shtetet Bashkuara të Amerikës, tenton që përmes kërkesave të cilat janë absurde në kuptimin për çka është duke luftuar Ukraina, për çka e ka përcaktuar edhe interesin e saj politik. Çështja tani më që presidenti i Ukrainës është fokusuar më shumë te pjesa evropiane, dëshmon faktin të një involvimi evropian në interesat e saj që në asnjë rrethon, në asnjë mënyrë dhe format të pranohet një dështim i Ukrainës në tavolinë e bisedimeve po në terren. A është e mjaftueshme që do mposhtet të Rusia veç me këtë aliancën evropiane, e cila është natyrisht 100% të paktën deri tani pro Zelenskit. Amerika ka disa hezitime, presidenti Trump disa herë ka akuzuar Zelenskin duke lavdëruar, po theme në një farë mënyrë, presidentin Putin. Mendo çështjet është mjaftuar alianca evropiane që ta mbështesë Ukrainën dhe të fitohet lufta ndaj Rusisë. Tani më ndar nga dalimi duke hyrë në vitin e 4 të luftimit, pra është ekuivalent me luftën e dytë botërore për 4 vjeçare. Dhe që deri më tani Evropa ishte neutrale, ishte fshehur mbrapa ndihmeve ndryshme, por tani më nga ndryshimet që janë duke ndodhur në kontekstin strategjik të vendeve të Bashkimit Evropian, këtu i referohemi Gjermanisë, kancelari i Merz, i cili ndër të tjerë potencoi faktin që tani më ka dhënë dritën e jeshillit përdorimit të armatimit të NATO-s, pra armatimit gjerman i ofruar në për të goditur brenda territorit të Rusisë. Ishte një kundërpërgjigje politike e ashpërt e Moskës zyrtare, kur ndërhyrë tha ne do ta shkatrojmë Gjermaninë shumë shpejt dhe shumë duke mos e vërejtur fare prezencën tonë sa shpejt ne do ta shkatrojmë Gjermaninë, pra
që është që Amerika po tenton në njëra anë të arrijë një paqe të domosdoshme, një paqe imediate, një paqe e cila nuk do i pëlqej as Rusisë, po as Ukrainës, është për faktin që ne kemi Azin, ne kemi Kinën, kemi çështjet e Pacifit, Indis, janë elementet shumë dimensionale, janë elementet të cilat në vetvete ngërthejnë shumë elemente që atakojnë drejt për drejt sigurinë globale, ndërsa evropianët e kanë potencuar, ritheksuar me 10 herë qoftë edhe presidenti Macron, britanikët dhe shumë rrallë që ne do të shndrojmë mbrapa Ukrainës, dhe një humbje Ukrainës ndaj Rusisë do të thotë një rrezik i cili mund të konkretizohet në 2030, në që kanë potencuar edhe shefat e inteligjencës ushtarake të Bashkimit Evropian dhe të NATO, që në 2030 Evropa do të jetë në luftë të hapur me Rusinë, apo disa vende evropiane ta quaj. Prandaj ishte edhe çështja e këtij defendimi 25, që dhe përcakton qartë ose pikat e fragilitetit, çështjet e Skandinavisë, Baltikut, Ballkani Perëndimor, si vatat e mundshme andej të invazionit luftarak, ushtarak në Baltik dhe në Skandinavi, ndërsa pjesa ballkanike në luftë hibride spionazhit dhe tentativë për të krijuar sabotazhe. Mendoj gjatë periudhës 4 vjeçare ne kemi parë dikun janë me mbi 60 operacione të sabotazhit në Ballkan, në Evropë, nga njësitë ndryshme të inteligjencës ushtarake ruse, dhe kjo dëshmon për një intensitet të shtuar aktivitetit spionazhit, dhe njëkohësisht tentativa për të vrarë shefin e Rheinmetall, është një nga kompanitë kruciale vendimtare në industrinë ushtarake të mbrojtjes gjermane. Pra gjitha këto ngërthehen dhe ngërshëtehen në aspektin e asaj që paqja në konturat aktuale të mbështetjes evropiane për Ukrainën, bllokimit të interesave amerikane që paqja të mbyllet me çdo kusht dhe në çdo format në kohën më optimale dhe më të shpejtë të mundur, atëherë kjo krijon një disbalans të interesave evropiane dhe amerikane, dhe këtë gjë faktorizon dhe favorizon Rusinë, madje në këtë luftë padyshim tani ka fakte dhe argumente që edhe Kina është involvuar përmes formave të saj. Korea më veç se është në terren me forcat ushtarake. Kina është interesuar që në çdo format ta fus Amerikën në luftë me Rusinë, duke mbështetur narrativa të ndryshme proxy në kuadër të Bashkimit Evropian forma të ndryshme. Lufta Amerikë-Rusi me Evropën në Ukrainë ja mundëson një shpërqendrim interesave amerikane, dhe ajo të vazhdoj pikërisht në Azi. Ne patëm edhe konfliktin 40 tetor shtaquhe Pakistan-Indi, ku dihet që një Pakistani mbështetet edhe nga forcat kineze, India mbështetet nga forcat amerikane. Pra bota po ndryshon. Nuk ishte ai konflikt i rastësishëm që dodhi, po i sforcuar, i përgatitur nga shërbimet ndryshme? Pikërisht mendo shërbimet këtë detyrë ka. Analizojnë, kalkulojnë, bëjnë asimetri të ndryshme, bëjnë analogji të caktuara, konektuara këtyre analogjive të dhënave informacione të ndryshme, përgatitën plane konkrete për të krijuar një tension të mundshëm fiktiv artificial. Ndërsa akti apo sulmi terrorist në Kashmir ishte preteksti i mirë për shkuar tutje. Tani më lejo për audiencën edhe për misionin tuaj të rikthehemi për në Ballkanin Perëndimor. Ne tani më kemi të hapur një konflikt në shtetin e Serbisë. Serbia e mbështet në çdo format Milorad Dodik që ta vazhdoj të konfrontohet me pjesën federale. Ku në anën tjetër kemi ta quaj dy proxy, që është proxy në kuadër të sistemit politik në Maqedoninë e Veriut, Komiteti Maqedon apo politika maqedonase të partive maqedonase tentojnë me çdo kohë që ta minimizojnë elementet shqiptare në kuadër të sistemit kushtetues. Dhe të afrohen Beogradit. Të afrohen me Beogradin. Tani më kemi një qëndrim të prerë në politikën e Podgoricës zyrtare, ku ndër të tjerë në një nga paraqitjet e kryeministit thotë që ne nuk do të dërgojmë ushtarë tanë në luftë në Ukrainë. Pra është treguese asaj që
Ballkoni Perëndimor pikërisht nga këto shërbime e kalkulojnë format, mënyrat, skenar të ndryshëm për të arritur mundësinë e ndezës së një konfliktit brenda ballkanik, pra një konflikt ballkanik ne historikisht në qoftë se i kthehemi zhvillimeve, konfliktet ballkanike gjithmonë kanë determinuar dhe konfliktet kontinentale. Siç ishte lufta e parë botërore. Prandaj forma që mor shkas atentatin në Bosnjë. Prandaj unë po shpresoj që spektri politik në Republikën e Kosovës, pavarësisht nga pozicionet të cilët ata janë dhe të qëndrojnë, të mendojnë në rend të parë për ndryshimet që duke ndodhur, por në rend të dytë për forcimin e shtetit të Kosovës nga brenda, sepse fragiliteti politik, ekonomik, ata kanë sigurinë dhe jep mundësinë prokseve ruse, serbe që të përdoren këtë amoli apo këtë mjegull politike për të vepruar dhe për të instaluar. Madje ju e keni vërtetur gjatë muajve të kaluar, kemi shumë vizita nga Komiteti Serb, qytetarët serb nga Beogradi që vinë vizitojnë objektet e kulturit fetar të Kishës Ortodokse serbe. Patëm arrestime nga ana e mekanizmit të sigurisë të Republikës Kosovë për tentativë për spionazh në infrastrukturën kritike në pjesën e aeroportit Gjakovës, pra ku është dislokuar edhe pjesa e droneve të strukturave tona të sigurisë, pra të FSK-s. Patëm një tentativë për të krijuar një tension fetar në pjesën e Prizrenit, rajonit të Prizrenit, prandaj veprimi institucional, pavarësisht procesit gjyqësor, ka jep provimin, sepse kanë parandaluar një gjë të tillë pasi të ndodhte. Prandaj gjitha këto elemente janë proxy, gjitha këto elemente janë hibride dhe ne duhet jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm që mos ndalemi, vazhdojmë tutje dhe të forcojmë shtetin, krijojmë institucione, vazhdojmë tutje për një Kosovë të sigurt në rrugtimin në drejt për drejt në partnerët për paqe me NATO-n. Zoti Drizan Shala, faleminderit shumë, kaq kishim kohë, faleminderit shumë që gjetët kohë jeni këtu me dëgjuesit e Radio Kosovës. Është kënaqësi mendoj të jem pjesë e emisionit tënd, një emision i dëgjuar, por njëkohësisht edhe në Radio Kosova, radio nacionale, radio e cila ka detyrën dhe peshën e saj në luftën hibride, për të parandaluar çfarëdo formë keq informimin, dezinformimin, sepse në qoftë se ne nuk jemi të kujdesshëm si radio, apo radio me frekuencë nacionale në Republikën e Kosovës, i kontribuojmë ndoshta me pavedije edhe strukturave inteligjente serbe ruse që të dezinformohet opinioni publik, prandaj ju përgëzoj për emisionin dhe ju dëshiroj punë të palodhshme. Faleminderit shumë, dëgjues nderuar, ishte kjo e tëra për emisionin e sotëm në Fokus. Faleminderit për momentin tuaj, mirëmbëjtje.